Shtëpia botuese e Toena sjell për herë të parë për lexuesin shqiptar shkrimtarin e njohur francez Patrick Lapeyre me librin Jeta është e shkurtër dhe dëshira pa kufi, fituesi i çmimit Femina në vitin 2010 në Francë. I përkthyer në gjuhën shqipe, Patrick Lapeyre sjell një histori dashurie sipas këndvështrimit të një burri. Përkthyesja Blerta Hyskaj tregon se libri sjell mesazhe të forta njerëzore në një këndvështrim të ri të autorit francez. Patrick Lapeyre është, si të thuash, përfaqësuesi i letërsisë franceze bashkëkohore, por është një roman që të bën për vete me kompozicionin. Është një kompozicion shumë interesant, me personazhe që lëvizin në të njëjtën kohë, por në plane dhe në hapësira të ndryshme, por që janë pjesë e të njëjtës histori. Gjithashtu interesant është stili, është një stil shumë ka nota melankolie, por gjithashtu ka dhe nota humori. Ai të bën që të atashohesh me personazhet, të atashohesh me botën e tyre shpirtërore, me vuajtjet e tyre dhe në një farë mënyrë ata personazhe janë shumë të vërtetë. Domethënë duket sikur ai ka bërë një fotografi të çastit të realitetit që mund të jetë realiteti i gjithë secilit prej nesh. Mendoj që lexuesit shqiptar do ta pëlqejnë sepse është një stil shumë i këndshëm leximi, është një histori dashurie dhe normalisht të gjitha historitë e dashurisë të bëjnë për vete dhe të japin kënaqësi kur i lexon, por gjithashtu është një histori e thellë. Është një histori njerëzore në kuptimin që personazhet aty janë personazhe fatkeq. Personazhet kohëve moderne, personazhet në krizat e jetës së tyre, në pabesitë e jetës së tyre, por që nga ana tjetër ata nuk harrojnë të jetojnë. Dhe ndoshta përsëritet diçka tashmë përpara që është një libër që është shumë realist, por nga ana tjetër është shumë tërheqës, me një stil të këndshëm, me nota melankolie dhe me nota humori. Çdo fjali e shkruar prej Patrick Lapeyre është si një hark elektrik, duke vendosur kështu një marrëdhënie mes të menduarit dhe emocioneve. Nëse vendosni ta lexoni këtë libër, një pyetje do t'ju shoqëroj: përse kemi një buzëqeshje vazhdimisht, një buzëqeshje kur lexojmë këtë libër plot me melankoli? Pra është një roman mbi pamundësinë për të qenë i lumtur në dashuri dhe mesazhet që sjell ai nëpërmjet personazheve është që njeriu asnjëherë nuk është i lumtur. Që kur ka ekzistuar historia ose jeta, njeriu është i destinuar të jetë i palumtur, por kjo nuk do të thotë që duhet të jemi fatalist ose duhet të ndihemi fatkeq. Pikërisht për këtë arsye ka një stil shumë të brenda naivitetit të tyre, personazhet të bëjnë për vete dhe të bëjnë që të buzëqeshësh dhe duke i lexuar këtë libër. Stili i këtij autori është pak a shumë nuk është shumë i ngarkuar me figura letrare, por është i ngarkuar me emocione. Emocione që janë shumë të gjalla. Për shembull, ai nuk emocione sikur i përjetojmë edhe ne vetë. Ai për shembull nuk thotë që tani ajo po qan ose ai është i trishtuar, por nga mënyra si e për shembull thotë nëpër pasazhe që ai tani ndihet sikur është 40 vjet më i moshuar, ose ka dhe fjali dhe mesazhe shumë të bukura. Për shembull në një moment kur thotë që dashuria është pa rrugdalje. Domethënë mesazhet që të i çohen edhe nëpërmjet stilit të tij është që gjithë qëllimi i jetës është dashuria, por edhe nëse ajo është pa rrugdalje dhe nëse është e pasgjithshme, përsëri ja vlen të jetohet. Dhe ne duke i parë ose duke i ndjekur këta personazhe në ato rrafgimet e tyre, në përballjet e tyre me veten e tyre sidomos, me ato ankthjet e tyre ekzistenciale, të cilat në një farë mënyrë janë edhe ankthjet e shoqërisë ku ata jetojnë, na vjen për të qeshur, dhe kjo nuk është një qeshur tallëse ose një qeshur sarkastike, por është një qeshur nostalgjie dhe një qeshur ose një buzëqeshje solidarizimi me këta personazhe ose njehtësimi me këta personazhe, me mënyrën se si ata i përjetojnë këto emocione ose këto ndjenja. Autori mirënjohur Erik Segal vjen këtë herë me një botim mjaft interesant. Romani mban titullin Çmimet. Përkthimi i librit në shqip vjen në logon e shtëpisë botuese Dritan Tirana. Erik Segal
tashmë sjell rrëfimin e jashtëzakonshëm të dhuntive në arenën elit të mjekëve dhe fizikantëve më të shquar të botës. Titulli i romanit, nga vetë titulli i çmimit, autori fokusohet tek çmimet Nobel, tek si thua maja e vlerësimit për shkencëtarët, për shkrimtarët, për njerëzit që kontribojnë për paqen e të tjera me radhë. Natyrisht ai merr 3 personazhe, merr një fizikant, një mjek dhe një mjek mikrobiolog, dhe duke na dhënë jetët e tyre dhe luftën e tyre profesionale, përpjekjet që bëjnë për të arritur në majat e shkencës, i cili është jo vetëm një stimul i brendshëm, por edhe një kërkesë shoqërore. Këto trajtojnë të gjitha të ndërthurura bashkë dhe japin një tablo të qartë të asaj se çfarë janë kokat e shkencës në botë. Është fiction, është roman, por në përgjithësi është shumë besnik ndaj realitetit tonë ku jetojmë. Mund të themi se romani që ne kemi në duar është një ndër punimet më të mira të Segalit ndër vite. Në fakt është cilësuar nga kritika si romani më i pjekur i Segalit. Shtëpia Botës së Dritan ka të gjithë gamën e romaneve të Segalit. Ky është romani 8 që ne votojmë. Është i fundit për të përmbyllur ciklin e votimeve të Erik Segalit në fiction, në atë që quhet krim letrar, dhe është cilësuar po vërtet si punimi më i pjekur i tij. Tek çmimet, Segal përshkruan me ngjyra të spikatura 3 personazhe shumë të ndryshëm nga njëri tjetri. Këto histori e bëjnë çmimet një roman përthithës, të ngarkuar me emocion, një roman që provon sërish që Erik Segali është shkrimtari pa të i kalueshëm, i të qeshurave dhe lodhve, tragjedisë dhe triumfit. Secili për personazheve është unik në llojin e vet, është një individualitet më vete, jo vetëm një individualitet profesional, por edhe një njeri më vete, një njeri ndryshe, secili ka problemet e veta personale, problemet familjare, përballjet me shoqërinë të tre i kanë në mënyrat nga më të ndryshmet, dhe e gjithë kjo na bën të kuptojmë që pavarësisht faktit që ata kanë idhull shkencën, përparimin, të qenët në krye të saj, ata janë edhe natyra të brishta njerëzore dhe kanë edhe problemet e tyre, por kanë edhe dobësitë e tyre. Dhe përballen natyrisht me probleme nga më të ndryshme, nga tradhtit në fushën profesionale, në fushën personale, kanë dobësitë për njerëzit që i rrethojnë. Është i trajtuar shumë bukur, domethënë Segali edhe në këtë roman ka qëndruar besnik të qenit njerëzor. Ai është shumë njerëzor në atë që përshkruan dhe që jep për lexuesit. Në libraritë e vendit u hodh në treg një nga librat më të bujshëm të kohëve të fundit të botuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i përkthyer në më shumë vende të botës. Në syrin e ciklonit, Vitet e mia në Cia të George Tenet, kreu të Cias për 7 vjet me radhë, nga viti 1997 deri në vitin 2004. Libri është botuar nga shtëpia botuese Uesco. Historiani mirënjohur shqiptar Kristof Rashëri sjell librin Moneda, krediti dhe banka në Shqipëri gjatë shekujve. Libri është një vështrim mbi një shtojcë dokumentash e ku sillen fakte tepër interesante. Prapaskenat e historisë botërore dhe e vërteta do t'ju bëj të lirë. Vëllimi 2. Libri përket gjinisë së konspiracionit me autor David Icke, i sjell në Shqip nga shtëpia botuese Helga's Secrets.